Mirdita, çfarë po ndodh mes Amerikës dhe Evropës? Nuk e di pat lajmet apo jo, por Donald Trump ka dhënë një deklaratë vërtet të fortë, një deklaratë e shkruar e zezmi të bardhë, ku shkruan në strategjinë e sigurimit të shtetit amerikan që Evropa në këtë mënyrë si po ecën rrezikon të eliminojë civilizimin e saj brenda 30 vjeçarit. Pra, kjo është një deklaratë e fortë që ka ngritur polemika të mëdha dhe unë dua ta diskutoj me ju sepse një pjesë prej nesh jeton në Evropë dhe duhet që të jemi të informuar. Jemi sikur të jemi në një shtëpiz dhe në këtë shtëpiz që bëjmë pjesë edhe ne, së pari duhet të jemi të informuar, po pastaj në qoftë se marrim pjesë, për shembull dhe në një diskutim të tillë, dhe ndon se dikush mendon që nuk është asgjë një diskutim i tillë, këtu gaboni. Gaboni sepse secili prej nesh ka detyrë në radhë të parë që të jetë informuar, por edhe të ndihmojë me aq sa mundet. Pra edhe në këtë rast me një diskutim. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes dhe videos dhe të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Çfarë ka ndodhur tani? Donald Trump ka dhënë një deklaratë fortë dhe siç ju thash e ka shkruar në një dekreti që është strategjia e sigurimit të shtetit amerikan, ku shkruan që Evropa po rrezikon. Evropa po rrezikon për disa arsye që ne do të diskutojmë këtu. Pse po rrezikon Evropa? Pse mendon pra Donald Trump që Evropa po rrezikon? Do t'ja u them. Aq sa di unë, pastaj do të dëshiroj edhe komentet tuaja. Duhet të dini që nuk është vetëm Donald Trumpi që mendon kështu, por edhe e mendojnë edhe qytetar evropian. Madje edhe politikan evropian mendojnë kështu, sepse disa politikanë në disa shtete, për shembull si Marine Le Pen në Francë apo në Spanjë etj. Mendojnë që ka një lob të fuqishëm që ndihmon disa lidera të disa shteteve të Evropës për të qenë në krye, sepse disa thonë, disa të tjerë që nuk e kanë marrë pozicioni sepse jo se nuk e kanë merituar, por sepse ka ndihma nga një lob i fuqishëm që kërkon që të qëndrojnë disa lidera evropian për të mbajtur Evropën në këmbë. Pra ky është thelbi i atyre që gjenden brenda Evropës. E njëjta gjë pra mendon edhe Donald Trump. Donald Trump i thotë që një pjesë e madhe e këtyre si quhen të liderave evropian nuk janë të afton që të udhëheqin dhe një pjesë prej tyre thotë nuk janë zgjedhur nga populli. Pra kjo është deklaratë tepër e fortë sepse nga ana tjetër thot përgjigjet sekretari i shtetit evropian, ku thot që i Bashkimit Evropian, ku thot që ne jemi aleat, por ne kemi zgjedhjet tona, secili bën zgjedhjet e tij dhe secili duhet të bëjë atë që është mirë për vendin e tij. Tani unë do t'ju them diçka tepër serioze. Në qoftë se do të shpërbëj Evropa, në qoftë se do të ishte çdo shtet të jetonte ashtu siç në vendet e tjera. Pra, për shembull, siç t'ja u them unë, siç ishte dikur. Për shembull Shqipëria ishte vetëm, Italia ishte vetëm, Spanja, Franca, Greqia etj. Ju si thoni, do të jetonin më mirë apo më keq? Do të kishte një kontroll siç ka sot, ose do të kishte këto favorizime siç kanë sot për shembull shqiptarët, që ishin më pak se të tjerët, më pak në ekonomi, më pak në strategji, më pak nga të gjitha anët. Pra do të ishte më mirë apo më keq, sipas jush. Dhe tjetra, duhet të dini që nga njëra anë disa thonë që këto lëvizjet gjeopolitike që po bën Evropa janë të gabuara, sepse mendojnë si për shembull mendon Donald Trumpi që çfarë po ndodh thot në Ukrainë thot është faji i Evropës. Çdo thot kjo. Këto nuk fliten publikisht, por po ja u them që si mendon Donald Trumpi, sepse nuk mund ta thot publikisht. Nëse keni vënë kohët e fundit, Donald Trump frenoi disa luftra, ndërkohë edhe gazën e frenoi. Doni apo nuk doni, ai e frenoi. Dhe tjetra, ndonse u bën gjithë ato vrasje se mund të vazhdonte ende akoma, por megjithatë ai e frenoi disa lufta të tjera dhe në Siri për shembull kur ishte në mandatin e parë. Por tani çfarë po ndodh? Ai nuk mundet që të futet në Ukrainë, sepse nëse keni vëre, ai tani qëndron asnjanës. Dhe dini pse? Tani po atë është lidhet direkt me këtë polemik që është bërë tani kohët e fundit. Sepse sipas tij ka këta lobe, pra ai lobi që u thash më përpara, që qëndron pas Evropës, do kërkon që ta shpërbëj dal nga dal një pjesë e zonës aty, pra aty ku po luftohet për Ukrainën, sepse duhet një lëvizje gjeopolitike e rëndësishme për të mbajtur Evropën në këmbë. Duhet të dim dhe diçka tepër serioze, që nga ana tjetër Donald Trump, që
nuk mundet që të bëjë asgjë, ndaj dhe është bërë tani është frenuar dhe është asnjanës ose qëndron asnjanës, ai sipas tij, pra atë që nuk thuhet publikisht, sipas tij, kjo situatë nuk mund të zgjidhet për të vetmen arsye, bile do shkojë më keq, ndaj edhe ai ka shkruar në strategjinë e sigurimit të shtetit amerikan që Evropa rrezikon që të shpërbëhet pikërisht pra për rendin e ri botëror. Pra rendi i ri botëror i BRICS-it, ai që është krijuar kohët e fundit, që nga ana tjetër është Rusia, Kina, Korea e tjerë. Pra India, të gjitha këto së bashku me kalimin e kohës po forcohen. Pra forcohen ekonomikisht, gjeografikisht, ushtarakisht e si doni ju. Dhe kjo do e dobësoj Evropën, do e dobësoj me kalimin e kohës, sipas gjasave, jo vetëm të Donald Trumpit, por këtu ka edhe ekspertë që mendojnë një gjë të tillë. Por unë nuk besoj që mund të jetë kështu, sepse unë mendoj që Evropa ka një siguri të fortë dhe Evropa mos harrojmë diçka, që çdo gjë ka lindur në Evropë dhe edhe vetë Amerika lindi nga Evropa. Mos kishte qenë ndihma e Evropës, nuk do të lindte Amerika. Bile ata që janë në Amerikë janë evropian, që të gjithë, apo jo. Kështu që kjo është e pa diskutuar. Pra, tjetra që është akoma më e rëndësishme, nëse keni më re, euro ka qenë dhe vazhdon që të jetë i fortë. Pra moneda euro. Dhe sa më shumë shtete ka brenda Evropa, aq më shumë do të mbahet në këmbë dhe do të mund të eci. Tani ka dhe diçka tjetër. Deri tani, ato që nuk thuhen thash publikisht dhe doja të diskutoja me ju. Deri tani, të themi të vërtetën, Amerika ka qenë gjithmonë lider dhe ka vendosur gjithandej. Mirë po, nga momenti që lindi Evropa, lindi një rival. Apo jo? Lindi një rival dhe tani janë në një situatë ndonse janë aleat, Evropa me Amerikën janë aleat, por ndonse janë aleat, janë rival ekonomie, sepse sidoqoftë janë rival ekonomie, sepse çdo gjë varet nga ekonomia e një kontinenti dhe të një shteti. Dhe në këtë rast, në qoftë se do të rritet ekonomia nga ana e BRICS-it, pra që si thonë ekspertët po rritet në mënyrë shumë të fortë, kjo do bëj që ta ul ose ta dobësoj shumë herë edhe më shumë Evropën derisa ta shkatërroj, si thot Donald Trumpi, rrezikon që të shkatërrohet civilizimi, sepse tani duke u bërë dobët Evropa, sepse tani nuk ka më rezervat me fjalë po shfuten në Bashkimin Evropian dhe jo të mbajtura në çdo shtet, ndonse çdo shtet i ka, por dal nga dal ato po firojnë. Dhe kjo me kalimin e kohës do krijojë probleme të mëdha. Dhe në qoftë se nesër dalin, pra shkëputet dhe shpërbëhet Bashkimi Evropian, kjo do të jetë një krizë globale e pashoq. Ç'është e vërteta, në qoftë se ndodh një gjë e tillë, pa diskutim do të jetë kështu, sepse tani janë dobësuar të gjitha shtetet. Apo jo, sepse ajo kasa, si mund të quhet, ose banka kryesore është Evropa, pra Bashkimi Evropian. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, nëse do të ndodhte një gjë e tillë, për ju si është më mirë apo më keq? Ju kujtoj që një pjesë prej nesh jetojnë në Evropë dhe ju kujtoj që Evropa deri tani ka ecur me hapa gjigant, në një kohë shumë të shkurtër. Mbajeni mend këtë, se filloi që në vitin 2000 deri sot. Dhe tani, në qoftë se ndodh një gjë e tillë, të mbani mend që brenda është edhe sepse duam apo nuk duam një ditë Shqipëria do futet në Bashkimin Evropian, njëkohësisht edhe Kosova, Maqedonia, Malizi, të gjitha do futen me kalimin e kohës në Bashkimin Evropian, sepse po kërkojnë që të përmbushin detyrat e tyre. Dhe pyetja ime është, ishte më mirë në kohën e monizmit me Shqipërinë, ishte më mirë me Kosovën kur ishte me Serbinë, më mirë, si thoni ju. Dhe Malizi apo Maqedonia, ju si thoni, ishte më mirë më përpara apo është më mirë tani? Dhe ende nuk jemi në Bashkimin Evropian. Merreni mend kur futemi në Bashkimin Evropian se si do të jetë. Pra, për ju, si mendoni ju? Përveç kësaj, edhe ne që jetojmë jashtë në Greqi, Itali, Gjermani, Francë, Spanjë, pra ju që jetoni në të gjitha këto vendet, për mendimin tuaj, është më mirë që të jemi brenda Evropës apo të jemi secili në shtetin e vet?
Pres komentet tuaja, sepse ky është një diskutim tepër i fortë. Ndonse ju duket që nuk e dëgjojnë, këto video nuk i dëgjojnë, por të mbani mend që edhe shkrimet që ne shkruajmë i lexojnë. Ja u garantoj për këtë. Pres komentet tuaja, kush është rastësisht si gjithmonë le t'i bëj like faqes dhe videos që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Shiko, është një diskutim i zjarrtë dhe ndonse juve ju duket që ne ç'lidhje kemi ne, kush jemi ne, nuk është e vërtetë. Secili ka të drejtën e tij të informohet dhe për më tepër sepse jemi pjesë e kësaj shtëpie të madhe që quhet Evropë. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.